Megjithëse jemi në minutat e fundit dhe unë dhe ti asnjëherë nuk do të bijem dakord se takon kampi socialist të paktën me Elenën në biseda televizive, dua të flasim pak për emra konkret brenda kampit të djathtë. Mendon se do të kemi emra konkret, apo ka emra konkret, apo ti do që ti shohësh që mund të kenë guximin dhe potencialin për të ngritur zërin dhe për të dalë si kandidat të pavarur, por që aktualisht janë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike për të drejtuar më vonë kampin e djathtë? Ti thua për t'i dalë kundër zotit Berisha? Po. Ta thash dhe në fillim që mendoj që është e pamundur, sepse këtë e dikton Po nga ato që do doje ti? Rekordi historik. Nuk është se kam, shikon, nuk mund të dua unë të duaj shumë, më shumë se sa ambicjet e një kandidati. Sigurisht që është e vështirë të luftosh, po themi, me një xhaket të vjetër. Edhe në jo xhaket vjetër, Berisha nuk është thjesht politikan apo xhaket. Berisha është një mit politik për cilin ka njerëz që do bënin shumë gjëra demokratike dhe jo demokratike për të. Më kupton, është një politikan që, siç e thash, po ta analizosh qetësisht historinë 35 vjeçare të PD-s, nuk ka mundur askush të ketë, po themi, një primat më të lartë se Berisha, qoftë për marrjen e partisë, por qoftë dhe për politika më të vogla. Ta thash, shansin më të mirë për të sfiduar dhe mposhtur Berishën e kishte Lulzim Basha për shkak të rrethanave historike, për shkak të non gratës, për shkak të një vullneti amerikan që e cilësonte Berishën si një person që minonte demokracinë, për shumë arsye, për shkak të shumicës së grupit parlamentar, për shkak të logos dhe vulës së Partisë Demokratike. Dhe kur Berisha arriti u rikthye, mua më jep mesazhin që kjo parti, në rast se nuk ka vullnetin e Berishës për të bërë një reformë, ajo reformë nuk do të bëhet. Dhe për ta mposhtur Berishën do duhet një përpjekje e jashtëzakonshme ku askush nuk do të lëshonte rradhët. Se çfarë pam për shembull me Bashën, pam që kishte 50 deputet në krah të Bashës, por filluan të humbasin të gjithë një nga një duke shkuar drejt Berisha. Perceptimi publik për Berishën është shumë i fortë, perceptimi politik për Berishën është gjithashtu shumë i fortë, historiku flet gjithnjë në favor të tij. Për masa politike e Berishës është e pakrahasueshme me çdo që mund të ishte sfidant, po flasim për një ish-president, ish-kryeministër, lider të opozitës, politikan dominant në 35 vite dhe nuk mendoj që ka dikush një rekord më të mirë për ta mposhtur këtë. Nuk ka qenë e mëkotshme përpjekja e shumë kandidatëve të tjerë ose kundërshtarëve të tjerë zot Berisha që janë përpjekur ta sfidojnë nga jashtë, pra duke krijuar një parti të re politike. Këtu mund përmendim zotin Patozi, zotin Pamir Topi, zotin Myslim Morrizi, dikur e shumë po themi kandidatë të tjerë që kanë dalë nga PD-ja, por nuk kanë arritur ta vazhdojnë rrugtimin e tyre. I vetmi që me sa duket bëri diçka ndryshe ishte Agron Shea, që arriti të sigurojë 2 mandate parlamentare si, po themi, një largim nga PD-ja. Basha gjithashtu ishte një largim nga PD-ja në formën e vet që krijoi një parti dhe nuk fitoi. Enkeleda Libea i Mediatas 1912 ishte gjithashtu një po themi një dalje nga PD-ja që nuk arriti të krijonte një identitet politik parlamentar. Dhe në këtë drejtim, ta thash, historiku është shumë zhgënjyes për këdo që ka fituar, që ka sfiduar dominancën e Berishës në PD. Dhe për këtë arsye, unë besoj që në rast se nuk do Berisha, nuk do të ketë asnjë proces reformues. A dua unë që të jetë kështu? Nuk dua që të jetë kështu, do doja që të hapej një proces reformator, pra mos ngatroni atë që po them si vëzhgim me dëshirat e mia, dëshirat e mia krejtësisht të ndryshme, por çfarë duam në këtë jetë, me çfarë duhet, janë dy gjëra komplet të ndryshme. Uroj të gjendet një, po themi, rrugë përpara në PD ku të afrohen të larguarit, ku të akomodohen ata që mendojnë ndryshe dhe ku të fitojë
ai që ka më shumë gjasa për të marrë, po themi, betejën e madhe të zgjedhjeve të përgjithshme. Gjojt, falenderoj shumë. Faleminderit në Silvi Sedon. Elena, shumë kënaqësi që ishen këtu. Elena, Faleminderit, përshëndes Gjoj. Faleminderit. Ndërkohë ne do të shkëputemi për të ritakuar sërish në orën 12 me nënkretarin e Partisë Demokratike zotin Luciano Boçi.